Mirë, ne do të vjojmë të flasim sërish në lidhje me këtë çështje, do të shkojmë në komunikim të drejtë për drejtë tani me avokatin Kujtim Cakrani. Avokat, përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia ime. Avokat, si keni parë ju rastin e fundit të keqtrajtimit të miturit në komisariatin numër 1 dhe fshehjen e këtij rasti nga policia për gati 10 ditë? Nuk është si e kam parë unë. Ky nuk është rasti vetëm dhe i fundit nga ana e policisë së shtetit që ushtron dhunë fizike dhe psikologjike ndaj qytetarëve dhe veçanërisht ndaj të miturve. Dhuna në komisariatet shqiptare është një dhunë permanente, është një dhunë që vazhdon dhe nuk ka ndërprerje. Kemi pasur edhe raste ku qytetarët kanë ndërruar jetë në komisariate dhe më pas ka patur veprime nga ana e policisë së shtetit për ta mbuluar ato. Duke rasti, besoj se ju kujtohet rasti që kemi diskutuar ne, ka qenë ai ku ai ndroi jetë në ambientet e komisariatit të policisë që qytetarë dhe pastaj e shoqëruan në urgjencë dhe thanë që vdiqën urgjencë, po ndërkohë e kishte ndërruar jetë në ambientet e komisariatit. Dhe për atë ne sot dhe kësaj dite nuk dim çfarë ka bërë prokuroria, çfarë ka bërë avokati popullit e kështu me radhë. Unë ja jap me garancinë time këtë profesionale, sepse kam raste pafund të klientëve të mi, ku policë në komisariate të ndryshme të vendit, qofshin këto në Tiranë, në Fier, në Vlorë, e kudo, që ushtrojnë dhunë psikologjike dhe dhunë fizike ndaj personave të cilët të shoqërohen, të cilët arrestohen apo që mendohet se kanë kryer një krim të caktuar. Policia nuk ndalet. Kjo është e tmerrshme, është dhe frikshme, sepse policia e shtetit nuk ndalet nga përpara ligjit për të ushtruar dhunën fizike dhe psikologjike ndaj çdo qytetari që ajo arreston. Unë e kam parë dhe kam denoncuar dhe është e pakonceptueshme sot në vitin 2025 apo më shpejt në 2023-2024 që të përdoren metoda të një dhune të shtetit diktatorial në komisariatet e policisë. Okej, kemi parë dhunë që ushtroi para viteve 90, por që të vazhdohet me këtë metodë të koçizoxhet që ushtron dhunë mbi personat e arrestuar dhe të ndaluar, kjo është e papranueshme. Unë vazhdoj të këmbgul që institucionet e avokatit të popullit jo se nuk kanë qenë të shqetësuara, por kanë qenë pothuajse të pa veprimet e tyre kanë qenë të pallogaritshme dhe kanë qenë shumë të vakta për sa i përket denoncimit zbardhjes të këtyre rasteve. Dhe kjo është jo vetëm këta, po edhe Komiteti Shqiptar i Helsingit është i pallogaritshëm, i papërfillshëm për të denoncuar këto raste. Kështu që më vjen mirë që ju i trajtoni, por këto janë forma të një policie e cila nuk e i dorë nga dhuna ndaj qytetarëve të vetë. Duhet të kuptojmë jo vetëm ndaj fëmijëve, po edhe ndaj çdo lloj qytetari i cilit ai ndalohet apo shoqërohet në policinë e shtetit. Veç fëmijët kanë moshat e mitura që janë 9-18 vjeç, ka një kujdes të veçantë kur ata shoqërohen nga policia e shtetit. Cilat janë procedurat që ndiqen avokat gjatë shoqërimit të miturve? Aty total. Ka një kod penal për të mitur që i ka të specifikuara qartësisht, po edhe kodi procedurës penale, kur ndalohet arrestohet një mitur. I mituri ka një kujdes të veçantë sepse kur shoqërohet në komisariat nga policia, duhet të jetë patjetër me një psikolog, duhet të jetë me një prind i shoqëruar, padyshim edhe me një avokat përfaqësues ligjor që cakton familja. Këto gjëra, pra kjo lloj procedure, nga ana e policisë së shtetit shkelet. Mos harrojmë që edhe oficerët ligji përcakton që edhe oficerët e policisë që marrin në pyetje të mitur duhet të jenë oficerë të specializuar, pra duhet të jenë oficerë të veçantë, të specializuar vetëm për të miturit që duhet të gjenden në komisariatet e policisë apo në prokurori. Kjo lloj procedure absolutisht nuk mendohet fare, jo më të funksionoj nga ana e policisë. Gjithashtu, edhe prokurorët duhet të jenë prokurorë të veçantë, që quhet seksioni i të miturve, që janë profesionistë, i kanë caktuar apostafat që të merren
të merren me të miturit dhe trajtimi ndaj të miturve do të jetë një trajtim shumë soft, shumë i kujdesshëm dhe pa i cënuar atij personalitetin, integritetin dhe anën psikologjike. Dhe gjithashtu edhe gjykatat dhe gjyqtarët janë gjyqtarë të veçantë nëpër seksione të gjykatave që merren me të miturit. Kjo lloj procedure shkelet në mënyrë permanente si nga policia, si nga prokuroria, ashtu dhe nga gjykata. Këtë ta them me bindje sepse e kam nga rastet e mia si avokat që e kam denoncuar dhe më përpara që dhuna... Pse ndodh kjo avokat? Do të thotë që policia shqiptare nuk është e mirë trajnuar për të kryer të gjitha këto procedura që nga shoqërimi, prandalimi, shoqërimi, por edhe hetimi mëtej, janë trajnuar mjaftueshëm policia e shtetit për t'i zbatuar këto procedura? Jo, unë e kam konstatuar dhe e kam analizuar në shumë këndvështrime. E para njerësh ai thonë ju është pa trajnuar për të kryer veprime të tilla. Policët e komisariateve kanë një mënyrë prepotente, kanë një qasje shumë arrogante, jo vetëm me të miturit, po me çdo lloj qytetari, me gra, burra, fëmijë, pleq dhe plaka. Arruat, besoj, para një viti diskutuam ku në Nart të Vlorës, po shkuan 4 furgona policie për një plak 80 vjeçare sepse kishte ndërtuar një kafaz për pulat dhe shoqëruan komisariat të policisë në mënyrë më kriminale të mundshme. Këto janë rastet e dhunës psikologjike që përdor policia e shtetit. Është polici krejtësisht e patrajnuar, është polici krejtësisht e papërgjegjshme, është polici krejtësisht arrogante. Dhe kjo e bën që qytetarët shqiptarë sot që ne flasin të humbasin besimin dhe kanë frikur përballen me uniformat e policisë. Uniformat e policisë nuk duhet të jenë të frikshme për qytetarët. Jo, uniformat e policisë duhet të jenë miqësore me qytetarët. Qofshin në rrugë, qofshin në komisariat. E qartë, unë kam edhe një pyetje të fundit. Dhe psikologjike. Avokat, kam edhe një pyetje të fundit. Ka pak kohë që është ndryshuar edhe drejtori në krye të policisë shtetit është zoti Proda. Kemi të arrestuar, kujtojmë këtu shefin e rrugorës edhe punonjës të tjerë. Çfarë ka ndryshuar me ardhjen e Prodës në krye të policisë shtetit? Nëse ka patur po është e vërtet që është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, në këndvështrimin tim si avokat, që ndeshem me policin në gjitha rastet, sepse kemi klientët tanë, nuk është se ka ndryshuar që nga ana e performansës sjelljes së policisë së shtetit. Absolutisht jo. Nëse kemi arrestime dhe ato që ju përmendët nuk kanë lidhje fare, madje e shëmtojnë akoma më shumë uniformën e policisë së shtetit, sepse ata padyshim që janë të pafajshëm derisa të jepen vendim gjykate. Por fakti që ata ndalohen apo merret pa sigurimi, sepse kanë shpërdoruar detyrën, sepse kanë manipuluar një vend ngjarje, kjo e bën akoma më të pabesueshme rolin e policisë së shtetit në sytë e qytetarëve. Për sa i përket dhunës dhe mjeteve të tjera, dhunës fizike dhe psikologjike, nuk besoj, ju nuk keni dëgjuar kur që të arrestohen dhe të ndalojnë policë që ka shpërdoruar detyrën. Vetëm kjo ka ndodhur vetëm në rastet kur ka patur një denoncim publik nga ana e mediave, siç është në rastin konkret, sepse policët nuk e akuzojnë dhe nuk e ndëshkojnë njëri tjetrin në komisariatet e policisë. Ata vazhdojnë të amborën njëri tjetrin edhe kur shikojnë që kolegët e tyre abuzojnë me detyrën. Policia e shtetit nuk është as prokurori dhe as gjykat. Duhet ta kuptojnë policët. Policët sa ndalojnë një qytetar, japi dhe masën e dënimit pa e çuar në komisariat, direkt në furgonat e policisë, direkt në makinat e policisë, i thonë ti dënohesh aq, ti do dënohesh kaq. Po kjo hyn te dhuna psikologjike që ata përdorin ta qytetarëve të tyre. Prandaj në për të dëshiruar dhe puna e policisë së shtetit për pastrimin dhe për disiplinimin dhe ka një punë shumë të madhe që unë nuk e di se si do ta zgjidhin uniformat e policisë së shtetit që të jenë fair me qytetarët dhe zbatojnë ligjin. E qartë. Avokat, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ngajtësi. Faleminderit juve, mirupafshim.